nëse ne futim veten në rolin e blerësit, sepse blerës kemi qenë kur kemi marrë apartamentin ku banojmë, ne nuk arrim dot të testojmë elementet e bashkëpunësisë, se nuk kemi specialistë të fushës. Por ne shikojmë tërësinë e pallatit, shikojmë ambientin, a është i gjelbëruar, a është në një pozicion të mirë, a ka më pak zhurmë, kurse elementet teknik, a janë lidhur mirë tubat hidraulik, a janë funksionale ato elektrik, a janë hidrantët. Këto ne mund të marrim ndoshta një asistent nga inxhinieri zbatues, por se dim se sa i vërtet do jetë, dhe se nuk është se e testojmë dhe e kontrollojmë ne si blerës të apartamentit. Por ama ne kemi një gjë në dorë, që kur shkojmë të bëjmë kontratën e sipërmarrjes apo të porosisë dhe më tej të shitblerjes, të shikojmë të gjitha elementet se çfarë garancie ka ky pallat, çfarë elementësh bashkëpunësie janë të sigurt dhe çfarë përgjegjësie ka ndërtuesi dhe unë si banor për të përgjigjur. Patjetër dhe ajo që e thash, pjesa e siguracionit të banesës që duhet, sepse ne po shikojmë që ndodhin shpesh fatkeqësi nëpër pallate. Kështu që mendoj duhet me pa tërësinë e problematikave, duke mos u joshur vetëm nga estetika, pra nga pamja e jashtme, por dhe duke parë këto elemente bashkëpunësisë.